Jam gazetar prej Lajminet, Selim Iftari, veç deshta me ditë. Pazare me tokën publike dyshohet se po tentohet të bëhet në Gjilan, pikërisht në komunën që dikur njihej si komuna e fabrikave, e prodhimit dhe e zhvillimit sa më të madh ekonomik. Zyrtarët e lartë po tentojnë që 2 parcela të tokës së shtetit t'ja japin një kompanie private. Më saktësisht, komuna e Gjilanit, që aktualisht udhëhiqet nga kryetari Alban Hyseni i lëvizjes vetvendosje, dyshohet se pa diskutim publik, pa paralajmërim, pa ankand dhe pa respektim të konkurrencës, po planifikon që t'i jap në shfrytëzim një tokë prej 75 hektarësh apo më shumë se 750.000 metra katror për 99 vite, një biznesi krejt të ri dhe pa historik biznesor. Në arsyetimin e komunës ndër të tjera thuhet se drejtori menaxhues i kompanisë ofron edhe realizimin e projektit investiv në vlerë prej 700.000 eurosh në të gjitha sipërfaqet e parcelave. Historia e kësaj toke të shtetit nuk përfundon me kaq, kjo pasi biznesi të cilit po planifikohet t'i jepet kjo tokë është hapur dhe regjistruar si biznes në prill të këtij viti, pra para rreth 2 muajve. Në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës, biznesi në fjalë Nordkos SHPK njihet se është hapur më 24 prill dhe ka vetëm 5 punëtor dhe drejtor menaxhues ka Zekria Kamberin, ndërsa krahtisi ortak qëndron Kastriot Murseli, secili prej tyre me nga 50% të aksioneve të kompanisë. Pikërisht mbi këtë lëvizje shqetësuese të komunës së Gjilanit që po tenton që krejtësisht pa zë t'ja jap një biznesi të caktuar i sapo hapur tokën e shtetit, ne tentuam të marrim edhe një përgjigje nga vetë pronari i biznesit, mirë po posa ju prezantuam si gazetar, nuk na u përgjigj më asnjë fjalë. Alo, përshëndetje, e lodh? Apo bisedoj me dikon prej pronarëve të Nordkos, më fal. Jam gazetar prej Lajminet, Selim Iftari, veç deshta me ditë. E nga brenda komunës së Gjilanit për Lajminet kanë thënë se ky vendim pritet të votohet në mbledhjen e radhës të kuvendit komunal, e po ashtu edhe se pse ka shumë shkelje procedurale si mos diskutim publik, veç e parashihet si çështje bazike e më pas se si vetvendosje në Gjilan po tenton që kjo pikë të futet komplet jashtë rendit të ditës. Murseli, asamblesë në komunën e Gjilanit nga radhët e LDK-s, i kontaktuar nga Lajminet, ka folur në lidhje me këtë situatë krijuar dhe ka sqaruar në detaje se si po tentohet që ky skandal të thjeshtësohet në diçka krejt normale. Ka shkelje ligjore dhe shkelje procedurale. Po problemi tash në çdo rast është ende pa filluar diskutimi, se aty kanë pas diskutim në son se kanë mëse ta veç nuk janë ulojnë vendimin deri të premten. As nuk ka dëgjim publik, cili është interesi strategjik i komunës me dhon 75 hektar. Ajo të njoftu banor, se ti dush me njoftu edhe komunitetin, se bëhet fjalë për një fshat, e 75 hektar në një fshat të vogël i vjen gati komplet prona publike ose prona më e madhe publike. Ky vendim nuk është i marrë. Po këta kanë bërë projekt propozimi në dje me fut domethënë një pikë jashtë arenit ditës. Në tokën nuk mund ta dhon për 99 vjet me materiale 3 ditë para seancës, që është absurde. Po kjo çështje e vogël. As ka pas asnjë trajtim publik, as nuk ka pas dëgjim publik, as informim qytetar, as nuk janë njoftuar banorët të zonës. Një biznes i ri i sapo regjistruar po shihet si përfitues i mundshëm i 2 parcelave të shtetit. Ndërkohë, dje Alban Hyseni i vetvendosjes ka njoftuar këshilltarët komunal përmes një emaili se vendimi për dhënie në shfrytëzim të parcelës në fjalë e ka shtyrë për shkak se duhet kompletimi i dokumenteve dhe ky propozim vendim do të shqyrtohet në mbledhjen e radhës.